Qendra për Punë Sociale është një institucion publik që merret me mbrojtjen sociale dhe ofrimin e ndihmës për qytetarët që kanë nevojë për mbështetje sociale, ekonomike ose mbrojtje ligjore. Numri i asistencës për familjet në nevojë në qytetin e Dibrës është i ndryshueshëm, që sillet nga 750 deri në 800 familje, shpreh drejtori i Qendrës për Punë Sociale Skender Daci. Familjet për ndihmë sociale në qytetin e Dibrës variojnë vit nga vit. Në vitin 2024 kemi pas diku 750 familje në total të ndihmës sociale. Ky numër në krahasim me vitet 2023 dhe 2022 ka pas një rritje shumë të vogël. Zakonisht ky është numri 750-800 familje. Gjendja e rëndë ekonomike dhe dukuritë negative të shoqërisë siç janë droga, bizhozi e alkooli, janë kontributi edhe i qendrës sociale në angazhimin kundër dhunës në familje, si dhe duke intervenuar edhe në rastet e divorceve. Fatkeqësisht edhe pse Dibra nihet si vend jo edhe aq i madh, qytet i vogël, është prezente dhuna në familje. Kemi raste të dhunës në familje, si nga Dibra kemi edhe nga rrethet e Dibrës, fshatrat, qendra Zhuk. Zakonisht këto probleme vijnë nga familje me gjendje ekonomike jo të mirë, si dhe nga ata familje ku të themi e kanë pasur trashëgim dhunën në familje, ku kanë qenë gjërat e mëpashme me dhunë, ajo fatkeqësisht vazhdon dhuna në familje. Ne merrem gjithashtu me trajtimin e viktimave të dhunës në familje. Pas paraqitet një viktime e dhunës në familje, ne kemi në qendër kemi dhe departamentin e shërbimeve, ku aty është një ekip i cili punon për me viktima e dhunës në familje. Ekipi përbohet nga pedagogu, psikologu, punëtori social, si dhe nga juristi. Ata të katër bëjnë ekipin e shërbimeve, ku bëjnë trajtimin e viktimës. Ata fillimisht e bëjnë konstatojnë gjendjen, ne bëjmë vlerësimin e situatës, e japim ndërtim palës, si dhe e ndihmojnë në të gjitha rastet. Për shembull, juristi e bën gjithë procedurat ligjore, e informon palën për drejtat dhe detyrimet që i ka. Pedagogu merr gjithashtu me palën, me fëmijët, psikologu, si dhe punëtori social. Në kemi raste kur pala don që ta vazhdon rastin edhe në gjykat, ne si Qendra për Punë Sociale, pas e bëjmë vlerësimin e lëndës, marrim një deklaratë nga pala që është dakord që kjo çështë të shkon në gjykat, e jep atë pëlqimin e vet, me pëlqimin e palës ne çështën e paraqesim në gjykat, i japim një propozim gjykatësit për të marrë disa masa për të ndalë ndihmë palës të dëmtuar. Masat mund të jenë si për shembull largimi i dhunuesit nga shtëpia, detyrimi i dhunuesit të mos e maltraton viktimën, mos e telefonon viktimës, mos e afrohet te puna afër 100 metra nga vendi ku viktima jeton. Këto masa mund të jenë nga 3 muaj deri në maksimum 1 vit, që gjykata i cakton dhunuesit. Për vitin 2025, sa raste ka pas dhunë në familje, shkruarzimet? Për vitin 2024, më saktë, 2024. Po, viktimet të dhunës kemi pas 8 raste ku kanë qenë prezente të dhunës. Në krahasim me vitet e mëhershme, vitin 2023 kemi pas 4 viktima, ndërsa në vitin 2022 kemi pas pak më shumë, vit ka qenë numri 13 viktimave që kemi pas. Do të thonë kemi një ngritje të ulje dhe ngritje të rasteve. Por kjo është afërsisht 10 viktima në vit mund të kenë të dhunës në familje në qytetin tonë dhe në Qendër Zhuk. Sa raste ka martesave të dhe si trajtohen ato probleme, sepse do duhet sigurisht pëlqimin edhe nga qendra sociale. Po, martesat e hershme kemi dhe raste të tilla ku pa e mbush moshën madhore, 18 vjeç, kemi propozim që familjet, të themi që dëshirojnë të lidhin martesë sipas rregullave ligjore. Për të bërë një martesë para moshës madhore, domethënë pala duhet që ajo është një shërbim nga ana jonë që ne ofrojmë, që ajo do të merret në vendim gjykate. Puna jonë si Qendër për Punë Sociale është mbajmë një seancë këshillore me ata persona që duan të lidhin martesë para moshës madhore. Ajo seanca varion nga 3 muaj e lartë, në barën nga
nga rast me rastin. Në atë seancë këshillore, për gjatë 3 muajve, ne si qendër e bëjmë një plan pune, ku punojmë me çiftin e ri, domethënë e bëjmë pak më të aftë sa që duhet, pasi ajo akoma nuk ka arritur moshën, se si do të sillet në një marrëdhënie me një partner tjetër, si është rendi familjar, e gjitha nevojat e ndryshme. Edhe pastaj gjithashtu e këshillojmë edhe për raste që mund të vinë deri te ndarja e martesës, e përgatisim për një jetë tjetër, një stat tjetër të jetës. Qendra punon me ekipe si punonjës social, psikolog, jurist dhe janë një halkë shumë e rëndësishme për garantimin e të drejtës sociale dhe njerëzore në komunën e Dibrës.